Gruaja më e bukur në botë luajti në skenën e parë nudo në kinema më pas, shpiku Bluetooth dhe Wi-Fi. Hedi Lamar, ylli magjepsësi e epokës së artë të Hollywoodit, nuk ishte vetëm një nga gratë më të bukura të kinemas, por edhe një nga shpikset më të jashtëzakonshme të shekullit të 20, në një epokë kur gratë kishin rrallë hapësirën për më shumë se thjesht bukuri. Hedi shkëlqeu si aktore, inxhiniere dhe shpikse, e lindur në Vjenë në vitin 1914 me emrin Hedwig Eva Maria Kiesler. Ajo bë famshme për rolin e saj në filmin Ekstaz, ku shfaq nudo, i pari në historinë e kinemas. Pas një martese të detyruar me industrialistin e armëve, Fritz Mandi, nga i cili mësoi shumë mbi teknologjinë ushtarake naziste, Hedi u arëtis në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, gjatë udhëtimit firmosi një kontratë me gigantin MGM dhe u bë menjëherë një yll i padiskutueshëm në Hollywood. Por ajo nuk u mjaftua me famë dhe bukuri. Gjatë luftës së dytë botërore në bashkëpunim me kompozitorin George Anthey, shpiku një sistem komunikimi me frekuenca që shmangte interferencat, teknologji e cila u përdor më vonë në zhvillimin e Wi-Fi-s, Bluetooth dhe GPS. Ajo punoi gjithashtu për përmirësimin e dizajnit avionëve dhe bashkëpunoi me Howard Hughes për zhvillime teknologjike. Hedi shpesh shmangte festat e mëdha për të punuar në shpikjet e saj në shtëpi. Në nder të kontributit të saj, Austria e shpalli 9 nëntorin dita e shpikësit. Lamar është prova më e gjallë se bukuria dhe inteligjenca mund të bashkëjetojnë. Një grua që la gjurmë të pashlyeshme në artë dhe në shkencë.